Vetlargimi apo largimi i Aleancës për shqiptarët nga koalicioni Vlen vazhdon të hap debat edhe për shumë çështje tjera, mes atyre që kanë mbetur dhe atyre që nuk janë më në koalicion. Njëri ndër krerët e Vlenit, Bilal Kasami, si duket nuk e shqetëson dalja e Taravarit, pasi ai tha se ka individ dhe subjekte politike nga opozita, të cilët janë të gatshëm të jenë pjesë e shumicës parlamentare. Edhe pse tha se shumica parlamentare është stabile, kreu Lëvizjes Besa tha se do të kërkojnë nga kryeministri Christian Miskoski që të rishqyrton pozicionet e Vlenit në qeveri. Ne kur jemi futur në qeveri si koalicion Vlen, kemi pasur një marrëveshje me kryeministrin atëherë mandatarin e qeverisë, sigurisht që në rrethanat e reja të krijuara ne do të kërkojmë nga kryeministri të rishqyrtojmë marrëveshjen si koalicion. Tash pjesa tjetër mbetet të diskutohet se si do të vazhdoj më tutje formati i qeverisë. Por ne sigurisht që si Vlen do të kërkojmë që të ulemi të bisedojmë edhe një herë për pozicionet tona në qeveri. Në rrjetin social Facebook ka reaguar edhe kryetari i Lëvizjes Demokratike, që është pjesë e koalicionit Vlen, Izet Mexhiti, i cili ka shkruar se ndryshimin askush nuk e ndal dot, ndonëse siç thot, është i vështirë në fillim, i ngatruar në mes, por është i jashtëzakonshëm në fund. Ndryshimi është i vështirë në fillim, i ngatëruar në mes dhe i jashtëzakonshëm në fund, por askush se ndal dot, as oportunistët, as demagogët që refuzojnë të ndryshojnë, as politikanët e varur, as oligarkët që duan të mbajnë peng politikën, sepse ndryshimi është thirrja e popullit dhe kur populli bashkohet, ndryshimi ndodh. E kryetari i Alternativës Zeqira Ibrahimi thosë se kush largohet nga Vleni është në shërbim të partisë non grata. Sot përballë dy koalicioneve të qarta, Vlen dhe Fronti Evropian i udhëhequr nga BDI, çdo largim nga Vleni nuk është neutralitet, por është një kalim tek Fronti, tek BDI-ja, ose më sakt tek plaku i Soravis. E thën Troç, kush largohet nga Vleni është në shërbim të partisë non grata, pa dramatizime në rolin e viktimës, pa interpretime simbolike e pa eksegeza politike. Ky është realiteti politik. Ndërkaq, me anë të një statusi në Facebook, ka reaguar edhe kryetari i Aleancës për shqiptarët Arben Taravari, i cili apelet për ndryshim nga krerët e Vlenit i quan qesharake. Një nga thirrjet më qesharake është apeli për ndryshim nga dikush që vetë përdor metoda të një mentaliteti politik të vjetër. Ndryshimi fillon nga vetja, por për dikan kërkon më shumë kohë e për dikë më pak. Fatkeqësisht, ka disa që nuk ndryshojnë dot asnjëherë. Aleanca ka një motiv që e mban gjithnjë në lëvizje, dhe ai është kushtrimi i njerëzve. Lum kush e dëgjon, sepse ka të lehtë rrugën drejt fitores, dhe fitoria më e madhe janë njerëzit dhe jehona sapo ka filluar. Kujtojmë se përplaset mes krerëve të Vlenit me Arben Taravarin kanë filluar që disa javë që nga momenti kur Taravari në një emision televiziv tha se koalicioni Vlen nuk është duke funksionuar si duhet, ndërsa si arsye të ndarjes mes tyre, ata thanë se është edhe kërkesa e Taravarit që në zgjedhjet lokale të dalin me listat e veçanta për këshilltar për komuna.